muskula të caktuara të dekurajojnë në asnjë mënyrë. Opozita është vegël e qeverisë, por ju garantoj që nuk është gjë tjetër vetëm si ajo miza në shpinën e kalit, si thot Deni Diderot, që beson se e tërheq karrocën, po atë karrocë e tërheqin atë uragan, e tërheq përgjegjësia dhe ndërgjegjja qytetare e trive dhe qytetarëve shqiptarë. Faleminderit. Albanian Americans, doktor, heqja e sanksioneve për interes kombëtar të SBA-ve është një logjik diplomatike e përdorur në rastet veçanta. E kemi parë tek Mandela apo tek Narendra Modi, kryeministri i Indisë. Pra afërmend nuk është për arsye shëndetësore, por përdoret kur personi kontrollon një proces të rëndësishëm politik. Duhet marrë pjesë në negociata dhe ka rol në stabilitetin e vendit. Pra, në lidhje me Mandelën, arsyet e dizenjimit ishin të ndryshme, por logjika diplomatike është e njëjtë siç u pa më vonë. Mandela takoi presidentin e vendit, u konsiderua si aktor i rëndësishëm politik dhe pati vizita të shumta në Washington derisa u shpall president. Po ashtu dhe Modi i Indisë. Ka diçka që nuk na e thoni, pra ndonjë ftesë të nivelit të lartë që lidhet me personin tuaj? Faleminderit. Faleminderit shumë për pyetjen. Unë ndjehem shumë mirënjohës ndaj të gjithë shqiptaro-amerikanëve dhe miqve të mi amerikanë që më dhanë mbështetje të fuqishme. Por duhet të jemi realist. Modi u hoq kur u bë kryeministër i vendit të dytë apo vendit të parë më të madh në botë në popullat. Mandela kur u bë simbol i qendresës njerëzore. Por në dallim nga të gjithë të tjerët, Sali Berisha zgjodhi një rrugë tjetër. Zgjodhi gjykatën. Pa dita për shpifje, sekretarin e shtetit, i cili me vendimin e tij, pa asnjë bazë, lëndoi dinjitetin tim. Tani do kërkoj durimin tuaj të bëj një shpjegim. Në qoftë se kthehemi në vitet 80, Sali Berisha ka qenë një kardiolog i apasionuar, shumë i apasionuar, i dashuruar shumë pas profesionit të tij, por ka qenë dhe një studios me publikime origjinale serioze ndërkombëtare. Ka qenë pra një mjek me zero ambicie politike. Vendimi i Sali Berishës për të kundërvënë regjimit në mënyrë absolute nuk kishte asnjë qëllim pushtetin. Sepse e dija mirë që regjimi me cilin do të përballesha kishte çdo fuqi që brenda një minute të më tregonte vendin mua për gjithmonë. Pater, pse mora unë atë vendim? Atë vendim e mora për dinjitetin tim. Duhet të jem shumë i sinqert, sepse unë nuk mund të pranoja ma duplicitetin, l'uomo duplex, që na ishte imponuar në diktaturë, që tjetër të mendonim dhe tjetër të thonim në kolektiv. Nuk mund të pranoja kur të qëndroja indiferent, të pranoja atë tirani urie, tiranin e urisë, që nuk ekzistonte në asnjë vend tjetër ish komunist si në Shqipëri.
Kur them tirani urie, unë jam mjek dhe unë konstatoja çdo ditë smundjet e urisë kronike të qytetarët shqiptarë, e deficitit proteinik. Nuk mund pranoja atë izolim të tmerrshëm të një kombi që nuk e pranon izolimin, pra të gjitha këto së bashku kishin bënin me dinjitetin tim. Dhe unë çdo ditë që qëndroja në duplicitet, nuk isha ai që duhet isha. Dhe atë vendim e mora, historia e zhvillimeve dihet më vonë. Po unë, qëndrimin tim, shkrimet e mia, prononcimet e mia, kishin lidhje vetëm me një gjë, të bëja atë që s'kisha bërë. E vërteta është sa ai vendim më mori disa vite mua. Nuk ishte vendim i lehtë, jemi hapur, miq. Kisha fëmijë, kisha kompleksi rrethana familjare, nuk më lejoj që ta mirja më shpejt. Mund ta mirja, po për vete, po ama duhet mendoja në kompleks. Kurse tani kaq vite më vonë, pasi isha pothuajse krejt i tërhequr nga jeta politike përveç se interesit kombëtar. Ai nuk lëshohet kur gjerë minutën e fundit. Edhe në varr po të mundesh duhet ta mbrosh. Asgjë tjetër nuk merresha. Tani Edi Rama me mentorin e tij gjetën si rrugë për të më skualifikuar mua dezinjimin nga njeriu që më kishte lavdruar më shumë se kush do tjetër në botë për luftën e suksesshme kundër korrupsionit. Ai është, të shihni, shkoni merrni minutat e takimit tim kur ka qenë top advisor tek zëvendës presidenti Biden. Kështu që dhe këtë duhet të mbroja dinjitetin tim. Kisha bërë një betejë ku kisha vendosur çdo gjë time në funksion të saj. Tani përsëri. Por kjo nuk më deshi vite. Kjo më deshi jo më shumë se gjysmore. Dhe ne, si shqiptar, që kemi kult mikun, edhe mire kemi një thënje. Zot, mbrojna nga miqt, se nga armiqt ruhen vetë. E kam thënë atëherë, ja kam përsërisë vetës 100 herë dhe zgjodha gjykaten si rrugën e nderit për të përballë. Kjo natyrisht zgjoj reaksione, unë jam i vetëdijshëm, por unë ju siguroj se do shkoj në Shtetet Bashkuara dhe atje kam shumë miq dhe mezi pres t'i takoj, natyrisht në kohën të përshtatshme për ta. Faleminderit. Muharrem Kurti, doktor përshëndetje, uroj që të stoni sa më shpejt drejt Amerikës. Pyetja ime është, protestat siç duket do ta rrëzojnë regjimin e Ramës. Doktor, ju dhe stafi juaj duhet keni qeverinë në hije që edhe elektorati ta di se nga kush do të qeveriset. Faleminderit. Muharrem, në qoftë se më pyet mua lidhur me udhëtimin, unë ju falenderoj, por natyrisht nuk kam një agjendë të shpejtë, por pres me kënaqësi kur të organizoj një udhëtim timin në këtë vend të madh mik, por me qenë se ma thua këte, prap, po të rikujtoj. Me datën 13 mars të 91-shit, unë kam udhëtuar për herë të parë drejt Shteteve të Bashkuara. Departamenti i Shtetit dërgoi një person që të na shoqëronte, të na mirë të ta shoqëronte për të qenë të pranishëm në ceremoninë e rivendosjes marrëdhënieve diplomatike. Së bashku me mikun dhe të njerin Gramos Pashko. Por gjatë fluturimit në avion më zhduk vetja më fatlum se kur. Sepse tashmë kryetari i opozitës shqiptare udhëtimin e parë